Përshëndetje zonja dhe zotrinj, mirë se vini në minutat e së dielës, rezervuar avokatit Altin Goxhaj. Përshëndetje Goxhaj, mirë se vjen. Kënaqësi që jam përsëri mes jush, edhe patëm një javë shumë aktive, si Shqipërisë jashtë. Për zgjedhjen e temës besoj e keni patur të vështirë? Me fjalë ishte vetëm një temë që mund dilte vetveti ju, pa sforcim. Rendi botror pas Davosit, po Shqipëria, e nisim në vijat përgjithshme, çfarë ndryshon rendin botror sipas jush? Gjithçka. Tashmë u mor vesh që ka fituar Trumpi zgjedhjet në Amerikë, tashmë u mor vesh që rendi botror po rishkruhet, tani u mor vesh që Agjenda Davosit 2030 ka rënë. U mor vesh tani duhet të them që ka një vit që punohet për këtë gjë. Në sensin që tash ishte finalja kur u prezantua publikisht se çfarë kishte ndodhur gjatë një viti. Domethënë në Davos ishte një prezantim publik i asaj që ndodhi në 365 ditë dhe korrespondon në mënyrën më interesante dhe më të bukur të mundshme që ishte fiks 365 ditë nga presidenca Trump. 20 janar 2025, 23 janar. Po, në një javë më parë e kishim temë të emisionit. Fiks. Dhe në këtë logjikë ne mund të themi plot gojen që ajo agjendë satanike që u projektua që në vitet 70, që nisi me klubin e Romës, për depopullimin e planetit, duke shkatëruar civilizimin perëndimor dhe mbi të gjitha krishtërimin si civilizim, nëpërmjet kësaj agjende fabianiste, socialiste, komuniste, marksiste, dhe i them të gjitha këto fjalë sepse kombinohen në atë projekt malign kundër civilizimit perëndimor që u gatua shekull pas shekulli. Në vitin 2016 ata arritën në kulmin e tyre dhe arritën që të projektojnë vitin 2030 si vitin e Great Resetit madh, ku ne s'do të kishim asgjë dhe do të ishim të lumtur. Ky ishte slogani. Ju s'do të keni asgjë dhe do të jeni të lumtur. Kur historia e civilizimit perëndimor nuk ishte parë një slogan më komunist, më marksist, një slogan më, si thosh, të hapur të agjendës fabianiste, komuniste, marksiste, do ta quajë pra bashkë ndaj civilizimit perëndimor. Çdo thotë mos kesh asgjë dhe të jesh i lumtur. Ky është slogani i parë i komunizmit, me cilin u ndërtua kjo agjendë satanike. Dhe pse them agjendë satanike? E them agjendë satanike sepse këta duke shkatruar njeriu nga brenda, duke shkatruar krishtërimin, ne e dimë shumë mirë që krishtërimi konsiderohet si armikun e shkatrimit të krishtërimit satanizmin, satanin. Djalli që josh njeriu dhe njeriu që zgjedh djallin para Zotit. Kjo ka ndodhur në 75 vjet e fundit në perëndim, pak nga pak, 100 nga 100 dhe sidomos kur ra muri i Berlinit, ata ndërtuan me këtë elitë globaliste që dikur kishte quajtur sinagoga e Satanit, këta ndërtuan pikërisht këtë agjendë për vitin 2030. Shqiptarët dhe të gjithë njerëzit në planet e kuptuan për të parë në kohën e pandemisë, kur ata i hodhën një virus dhe pas virusit i hodhën një vaksinë për të helmuar trupin e njeriut. Dhe ndërkohë ndërtuan një shoqëri distopiane për perspektivën me Green Pass, pra me një dokument identitar digital që do të ishte e ardhmja e tyre në një koncept që ata e quajnë Smart City. Dhe në këtë filozofi që ne duhet të hajmë jo mish, por insekte, fiton Donald Trump 2016, duke prishur planin e tyre që fillonte me luftat që do zgjasnin 8 vjet me Clintonët dhe pastaj do vazhdonte me viruset dhe me vaksina. Prej Trump ata nuk bën dot luftra, prej Trump ata nuk bën dot planet e tyre dhe detyruan që shkatruan zgjedhjet 2020 të Donald Trump, duke manipuluar ato nëpërmjet kësaj agjende dhe këtij networku të madh botror, që në themelit e veta ty dhe gjithmonë një emër në vitet 1800 që janë Rothschild family, sepse dhe këta që vinë pas kësaj familje që kanë ndërtuar City of London, Federal Reserve dhe gjithë sistemin financiar botror, janë po ata të cilët sollën edhe këtë realitet që ne kemi sot, dhe janë po ata që rrëzuan Trumpin 2020. Në 2024 vjen Donald Trump dhe shpall pikërisht fundin e kësaj agjende në zgjedhjet e tij dhe tashmë në Davos, që është qendra ku mblidhen të gjithë, u tha, nuk do të ketë më Great Reset, nuk do të ketë më të hajmë buburreca, do hajmë mish. Ata thanë do heqim mishin, se na bë ka dëm dhe do hajmë buburreca dhe insekte, në kuptimin literal të fjalës. U tha shumë tepër se kaq në Davos avokat. Jo, flasim me këto 16 vjet, se çfarë i bëri Trumpi, se çfarë Trumpi i bëri këtyre. U tha tani do hajmë mishta. Piramida e ushqimit ka helmuar Amerikën prej 30 vjetësh duke i mashtruar amerikanët që duhet hanë gjëra që nuk duhet i hanë dhe të mos hanë ato që duhet hanë.
Pra kur në Amerikë Dhe u ndryshua edhe u ndryshua duke shpëtuar njerëzve shëndetin. protokolli, le të them. 2. Vendosen që nuk do të ketë më këto teoritë e këtyre për ngrohen globale për të shkatruar industrinë e perëndimit, që ja kanë çuar gjithë në Kinë. Dhe bëri një pyetje krau djathi Trumpit në botën e financave, që është shefi i thesarit, i cili tha, si ka mundësi, tha, që Gjermania, që nuk prodhon bateri, kërkon të heqi makinat me karburant për të vendosur makina me bateri. Pra po kërkon që gjermanët mos bëjnë makina gjermane, por makina kineze. Madje shteti subvencionon. Pra këtu kemi të bëjmë me një vetvrasje, që nuk është vetvrasje, por këta janë qeveri kukulla të gjitha, të kësaj agjende fabeniste për të shkatruar civilizimin dhe vendet e tyre perëndimore. Këta janë gjithë një grup njerëzish tradhtar, kuislink, të cilët i shërbejnë satanit në kuptimin e sinagogës satanit për të shkatruar civilizimin perëndimor. Dhe në këtë logjik në Davos u shpall edhe rendi i marrëdhënieve ndërkombëtare, ku përcaktua qartë që në këtë rend që ne jemi, kemi një rend që vetëm Kina përfiton. I vetmi fitues i këtij rendi botëror është Kina, e cila ashtu urtë e but ka pushtuar gjithë vendet e botës. Ka pushtuar dash në ekonomi, dash në borxh, por mbi të gjitha në burime njerëzore. Pasi kinezët bëjnë ushtri në Kinë, pastaj dalin në emigracion. Dhe bëhet fjalë për 100 milion ushtar kinez, rezervist, që janë shpërndarë si punëtorë emigrantë gjithë botën. Ku kam shpjeguar edhe një herë tjetër që kinezi nuk vdes. Sepse sa po vdes një kinez në Itali, dhe prandaj nuk ka varreza kinezit në Itali, ky zëvendësohet fizikisht nëpërmjet një kinezi tjetër që merr dokumentat e tij të parit. Dhe në këtë lloj mënyre ne kemi të bëjmë me një invazion, me një ekspansion ekonomik, financiar, politik, ideologjik, që është Great Reseti, që është Smart City, që është qyteti i kreditit social, ku ti po nuk usolle mirë në rrugë, ty automatikisht të dallon me kamerat e 5G-s dhe ti në atë moment merr minus në patent, merr minus në bank, merr minus në një moment i mungesh dhe rrugëve, s'ke ç'bën fare, të bllokohet makina. Ky është ajo Smart City që do të dalë pasaj ke Shqipëria. Domethënë, të gjitha këto Trumpi i paraqiti në këtë Davos bashkë me të tjerët, stafin e tij, që rrëzoi një sistem të tërë të mungesës lirisë mendimit, të një dhune totale ku futën në burg në Angli 12.000 njerëz për atë që shkruajnë në Facebook. Dhe mbi të gjitha është një rend i ri që në aspektin ushtarak Trumpi e ka bërë qartë. Ne do t'i heqim dorezat, nuk do bëjmë hipokritin siç kanë bërë pararësit e mi, do i them gjërat ashtu siç janë. Amerika nuk mund të lejojë dot që Kina të shfrytëzojë këtë rend global, të shfrytëzojë këtë model rendi global që ka qenë, që të shkatërrohet perëndimi siç dëshën t'i bëjnë, duke zhvendosur të gjithë transportin dhe tregtin e naftës në botë pa dollar, për të shkatruar dollarin për të krijuar krizën amerikane të re që nuk do ishte parë më me sy kaq e madhe sa do ndodhte. Dhe prandaj ndryhoi Venezuela, prandaj kanë probleme me Iranin, prandaj po ndryshojnë me tarifa kudo në botë, prandaj po godet Kanada me tarifa, sepse interesi i Amerikës është të mbrojë interesat amerikane. Dhe Kina po shfrytëzon këtë rend. Rendi i ri presupozon marrëdhënie të reja ndërkombëtare, ku Shqipëria ta theksojmë këtë gjë, përballë pyetjes që bëjnë shumë njerëz, po me këtë rendin e ri bie që Serbia të pushtojë Shqipërinë. Në këtë rendin e ri, Amerika është me Shqipërinë. Po ne pam në Davos dashamirësinë e Trump me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Dhe ne ishim vende. Ndërkohë Rama ishte në parlament. Atëherë dalim ke Rama. Zgjodha vajzën, tha, me lejen e babait. Rama bëri një incident diplomatik në parlament duke thënë që fola me babain dhe e lashu. Babai do jetë atje, unë do jem me vajzën këtu apo jo. Që nuk po shkoj atje se unë do rri me vajzën. Pra zgjodha vajzën me lejen e babait. Ky është incident diplomatik në kuptim literal të fjalës. Çfarë do thotë fjala e Ramës? Edhe sikur të ishte e vërtet, sikur të ishte. E marrim të mirëqen, nëse. Në momentin që ai do të ishte i mirëqen, Rama po shpjegon një akt korruptiv të familjes Trump në Ballkan. Pra Rama po ushqen median e Sorosit në Amerikë me një lajm që Donald Trump është marrë vesh me Ramën, që goca vetë të bëj biznes me Ramën. Pra presidenti i Amerikës me kryeministin e Shqipërisë po bëjnë biznes për familjen e fëmijëve të Trumpit. Ky quhet korrupsion në Amerikë. Ky korrupsion në Shqipëri, korrupsion në gjithë botën, apo jo? Ky standard. Dhe Rama po ta bënte këtë, që nuk do ta thoshte. Sepse nuk mund thot po bëj korrupsion. Ju keni pasur historinë me McGonigal, që ishte një histori tipike korruptive dhe që kjo histori nuk mbaron. Dhe që po hetohet. Po pra, nuk mbaron. Kjo vetëm sapo ka filluar. Sepse kjo do hetohet dhe në Shqipëri, kësaj histori, kjo me McGonigal. Me instrumentat amerikanë që kanë Shqipëri, që është SPAK-u në këtë rast, pas po është edhe në gjykatën kushtetuese si çështje, fakti që nuk janë ngritur komisione hetimore parlamentare. Absolutisht. Tani, ajo që ka thënë Rama është incident diplomatik sepse në këtë moment që ai thotë të fjalë,
çdo kongresmen demokrat, çdo senator demokrat, ka të drejtë të nisë komisionet timore në Amerikë. Përmendi edhe kongresmen amerikan gjatë fjalës së tij. Që do të thotë me fjalë tjera, ne kemi të bëjmë me një ram që po i hedh grepat në Amerikë. Çojini haber, tha kongresmenit amerikan. Për të goditur Donald Trump. Mua më kujtohet një histori që kam shpjeguar dhe herë në këtë televizion, vitën parë, me Lul Bashë, kur ai ishte prezent në jetën politike, kur kam shpjeguar se si në vitin 2016, kur Trumpi fitoi zgjedhjet, dhe ai vajti në konventet e demokratëve me Hillary Clinton kundër Trump, në atë kohë Trump u akuzua për lidhje me rusët në Amerikë. Dhe Basha, megjithëse erdhi një ofertë shumë e mirë, lobimi shumë e ftohtë dhe shumë profesionale nga Amerika, zgjodhi të bëjë një pislëk bashkë me Sorosin kundër Donald Trump, duke kërkuar të bëhet pjesë e lobimit në Amerikë në bëjt parave të pista ruse. Ishte thjesht një kurth ndaj Donald Trump që të përdori në Amerikë si provë kundër Trump për parat ruse. Qëndron akoma kjo akuzë, avokat? Në 2017, kur Trumpi u bë president, Basha s'kishte bërë asnjë kontratë. Basha e bëri të kontratë kur ishte kulmi akuzave për parat ruse të Trumpit. Pra ai bëri një kontratë duke i deklaruar paratë si të veta, që fakt vishin nga burimet e dyshimta, të cilat e lidhin me Rusin, nuk ishin para ruse, por krijonin dyshimin dhe hetimin e akuzës ndaj Trump. Dhe këto para që u përdorën dolën në Mother Jones-in e Sorosit, ku njerëzit që e kryen këtë transakcion ishin njerëz të Sorosit në Shqipëri, që punonin me Bashë, me emra dhe me mbiemra. Në mënyrë që të përdorë, problemi ishte na duhet emisioni posaçëm për këtë, avokat. Kjo ra. Shkojmë te Rama. Jo, më fal. Te bordi i paqes. Kjo histori ra në Amerikë. Dhe momenti që ra në Amerikë kjo histori, kjo dosje ngeli bosh. Dhe nuk u përdor dot më. Prandaj edhe akuzohet Bashë për parat. Më kupton se ishte plan tjetër. E të njëjtën gjë po bën Rama sot. Rama sot po del në televizor, po del në parlament vendi më të lartë, kur diskutohet ligji i Shqipërisë i bordit paqes dhe thotë që unë jam duke bërë biznes me familjen e Trump dhe jam marrë vesh me të që të mos shkojnë Davos, goca vetë vit bëj këtu pare me pronat e shqiptarëve. Këtë tha Rama në këtë. Në fakt, e vërteta është krejt e kundërta. Si është e vërteta? E vërteta është që Rama nuk ishte ftesë për Davos. Dhe s'kishte të bëjë me të folme me Donald Trump. Nuk ekziston. Dhe këtë mund ta vërtetoj çfarë deklaronte presidentja e Kosovës, e cila pohoi që Kosova kishte marrë jo vetëm ftesën të cilën Rama e reklamoi, por kishte marrë edhe ftesë të posaçme për në Davos. Po, sepse Davos ishte vendi ku do mblidheshin të gjithë ata që janë pjesë e lojës. Dhe ne i pam në fotografi të gjithë. Dhe ishte vetëm ja zonjë me të kuqe, e vetëm ja zonjë femër mes një tuve burrash, dhe aty mungonte Rama. Ndërkohë që Shqipëria ishte e para listë për shkak të Albania, që është e para listë. Që do thotë, Rama ishte i përjashtuar nga një Goxhaj, si e shikon Shqipërinë në këtë rendin e ri botëror pas Davosit apo nën administratën Trump, le të themi? Ka tre shtresa ku pozicionohet një vend në raport me rendin e ri. Ka të bëjmë atë që shu e madhja ndërkombëtare, siguria e madhe, është siguria rajonale, është edhe stabiliteti i brendshëm, pra zhvillimi i brendshëm. Në aspektin e madh fare, ne jemi pranë Trump, pranë Amerikës, pranë SBA-s. Aliati strategjik. Që do thotë, kjo nuk e luan as topi këtë që. Tashmë Trump e ka përcaktuar qartë raportet me disa vende dhe bordi i paqes është shembull. Kush është në bordin e paqes? Në bordin e paqes është një lloj OKB-je, NATO-je dhe Federate Ndërkombëtare e re, që do të jetë themeli i perspektivës amerikane në botë. Sepse OKB-ja nuk punon për Amerikën, OKB-ja punon kundër Amerikës. OKB-ja është armiku i Amerikës. Dhe në këtë rast do krijohet një organizatë ndërkombëtare e madhe, e fuqishme, që do ketë rolin e paqes. Armiku, nuk egzagjeroni pak kur thoni Goxha? Nuk e tham unë, e thot Trump, e thot J.D. Vance, e thot Marco Rubio, e thot Kennedy, që ju e dini partijet dolën nga OBSH-ja, nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kanë punuar kundër shëndetit amerikan, kundër interesave amerikane, kundër paqes në botë, sepse kanë qenë një strukturë e korruptuar që ka punuar vetëm për elitat globaliste dhe Kina ka pas rolin kryesor në këtë gjë. Dhe ju kujtoj që sa si ishte Donald Trump, Kosova kishte vdekur në aspektin e njohjeve ndërkombëtare në OKB, sepse kishte gjithë kundër. Që u rrit nga Amerika, pastaj ngecin kohën e Obamës, apo jo? Vim tani në rajon dhe në Shqipëri. Vim tash në rajon. Ndryshimet që sjell sipas. Ne kemi një dokument që kemi diskutuar bashkë këtu para vitit të ri, që ishte 90 ditë kohë për Ballkanin, për vlerësimin e saj. Në atë dokument përcaktoi qartë raporti me Kosovën, raporti me Serbinë. Sepse raporti jon
në sigurinë rajonale me Serbinë lidhur gjithmonë ngushtisht me Kosovën. Në këtë dokument përcaktohet qartë që Kosova është nën mbrojtjen amerikane dhe duhet bëjë më shumë, por ka një problem Kosova. E shkruajnë në dokument, e ke edhe kudo, e ke edhe në Kongresin Amerikan kur bë takimi për rajonin me ekspertët ndërkombëtar. Atje një vetëm problem që kemi në Kosovë është Albin Kurti. Ai është problemi sepse ai është penguesi i bashkëpunimit me Amerikën. Këto janë fjalë që janë thënë Kongresit Amerikan në raport me Kosovë. Ndërkohë nga ana tjetër, në raport me Greqinë të Shqipërisë, që ne kemi si thosh një rend të ri që ne mund të rrezikojmë shumë gjithçka për shkak të qeverisjes tonë. Sepse në këtë rastin konkret Shqipëria ka futur hundët në problemet rajonale mesdhetare dhe mbi të gjitha po i shet detin Greqisë në bashkëpunim si klasë politike. E gjithë klasa politike. Po ja shet apo po e dhuron? U shpëra gabim, po ja shet për shtëpiat e veta, për hallet e veta familjare, të Ramës, Berishës e me radhë, të Metet, gjithë janë të tjerët, të Adreti Klapajt, të Agron Shejajt, të Arlin Qorit, po ja shet Greqisë. Të gjithë detin tonë. Disa prej tyre janë shprehur kundër avokatit. Më jepni një emër. E vërteta është... Por pos vendimit të gjykatës kushtetuese më herët, që kur... Tani, unë flasë për tani, ky është rendi i ri. Pra në këtë rastin ne po flasim, të gjithë këta kanë vetëm një fjalë në gojë që kanë si kor, një soj. Në kohë ndryshme po tinë fjalë thënë gjithë. Kënga ka vetëm një varg ka gjithë kënga e tyre. Të shkojmë në gjykatë. Për çfarë do shkosh gjykatë? Me kë do shkosh gjykatë? Ku do shkosh gjykatë? Gjykatën e Hagës, gjykatën e Berlinit, në cilin gjykatë do shkojnë këta? Po ka një gjykatë posaçme për ndarjen e ujrave territoriale sipas ligjeve ndërkombëtare. S'duam të shkojmë, ç'na bëjnë, e marrin dot me zor me gjykatë, nuk e bëjnë dot. Pra këta ç'bëjnë? Shpreh vullneti për të shkuar në gjykatë, ke parasysh takohemi në gjyq të dielën, e ke parasysh, nuk bëhet emisioni po shkuan të dyja palët. Ma kuptove logjika. Edhe në këtë rast nuk bëhet gjyqi po nuk shkuan dyja palët. Këta tanë duan shkojnë që të humbin. Është blerë në themel çështja. Pse të humbin? Sepse nuk ka shans, nuk ekziston asnjë shans të fitojnë atë gjyq, ku ai është një nga fuqitë më të mëdha intelektuale, profesionale në drejtën detare ndërkombëtare në botë, Greqia. 200 vjet konsolidim në nivel akademik, në nivel botror. Shkollohen Greqi. Vendimi nuk e merr Greqia avokat. Greqia është palë në këtë çështje. Ne kemi avokat njerëzorës, që janë gjithmonë lidhur me Greqinë. E gjitha agjenda e Shqipërisë me Sorosi ka qenë lidhur me Greqinë, me Kokalis. Që do të thotë, neve kemi si palë mbrojtëse, palë e Grekut, kundër Grekut, që ka nivelin më të lartë ekspertizë botë dhe edhe nëse shkon në gjykatë është çështje. Po jemi të shitur, është një gjyq i shitur. Që do të thotë, ne kemi problem territorin. Do na marrin jugun e Shqipërisë të rendit botror, nëse do kemi këtë qeveri dhe këtë opozitë. Pse? Sepse kjo opozitë është lëpirëse e Grekut, kurse Rama bën biznes me Grekun duke shitur copat e Shqipërisë. Pra nga një ram ne kemi një ram që po jep copat e Shqipërisë Greqisë, duke ndërtuar perspektivën greke në jugun e Shqipërisë, nëpërmjet gjithë proceseve politike që e kanë ndjekur hapasapi, kurse opozita nga që është lëpirëse atje me Fred Belerin dhe me këta, si thosh, thjesht i mbulon këtij gjurmët. Pislloku që ky bën në Shqipëri. Pra ne rrezikojmë shumë rendin nga Greqia për shkak të qeverisë, jo të Amerikës, jo Donald Trump, por vetëm për shkak të qeverisë shqiptare. Qartë. Vim te Shqipëria tani është e rrezikuar qeverisja aktuale nga rendi i ri. Unë kam krijuar një bindje absolut duke lexuar, duke informuar nga gjitha burimet që Spaku po vepron nën koordinim apo më saktë nën presion të mirë të fjalës, në vëzhgim në kuptim të mirë të fjalës, orientim në kuptim të mirë të fjalës, trajnuar pak më parë, po. Nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kurse Evropa nuk mundet dot të mos e mbështes Spakun për shkaqe sepse është një nga projektet më të dështuara në historinë e Europës, reforma drejtësisë. Dëgjuar Ramës në fakt ndaj Spakut ka ndryshuar muajt e fundit. Dje kishim një lajm, erdhi ministri i Gjermanisë jashtëm dhe tha, unë kam marrë për Spaku. Kam marrë për Spaku. Për drejtësinë, thaj. Po fakt për Spaku. Sepse tashmë dosjet që implikojnë kreun e qeverisë po bën kapic. Dhe këta duan të luftojnë me drejtësinë nëpërmjet procedurave. Pra, pushteti jon politik po sulmon drejtësinë tek procedurat. Për shkak se ne jetojmë në një ambient jo procedurial, si vend. Por është faktuar që drejtësia ka qenë totalisht e njëanshme, 100% në kohën e Yuri Kim dhe të Bidenit, 100%.
Është vërtetuar tashmë me fakte dhe me prova që ka qenë thjesht një instrument kamzhik i qeverisë. Kjo tregon edhe lehtësinë e vjedhjes, grabitjes, abuzimit, mos ndëshkueshmërisë. Të bërit kaq hapur çdo pislloku, tani vonë. Pra këta nuk kishin frikë nga spaku, sepse kishin administratën Biden, Blinken, Yuri Kim, më kupton logjikën. Dhe prandaj këta ishin kaq abuziv, kaq paturp dhe i bënin gjërat kaq hapur. Tani kanë shumë frikë, të këto ditë që ne flasim, ata janë duke u përpolitur, bëj këtë letrën për atë se kanë frikë, dhe s'ka kushte ofirmos, si ka zënë të merri. Po, ata nuk e shifshin spaku kështu, apo jo, para 4 vjetësh, para 3 vjetësh. E shifshin si instrument e tyre kundër PD-s, kundër opozitës, kundër popullit, kundër qytetarëve. Dhe tashi në këtë rendin e ri, pra në këtë kohën e re, Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm që mua dje kur vajta në protest më bëri shumë përshtypje. Policët ishin keq. Ishin hall dhe urdhrat ishin spontan dhe agresiv. Dhe ajo që më bëri shumë përshtypje ishte arrestimi një fëmijë 10 vjeçar që nuk e pam kurkund Endri Shabanin, avokatin e Shabanicën e Sorosit, avokatin e Sorosit, që ishte në monitorim protestës, në monitorim policisë e para punës. S'ka ende asnjë reagim. Ai është i Sorosit, nuk mund të them, kështu funksionojnë këta. Ai paguhet si avokat i popullit. Po pra, po dhe Rama si kryeminist paguhet, edhe Adreti Klapaj, sekretar partie paguhet, po gjithë mafia Soros që ka kapur gjithë politikën shqiptare. Dhe ti shije policët që kishin sjellje të çuditshme, kuptim të çuditshme. E para ishin të paqartë me urdhrat e tyre, nuk dinin si të vepronin. Tregon dhe një mungesë profesionalizmi se shpopullimi prodhon dhe mediokritet. Po ai që më bëri shumë përshtypje i fëmijë i vogël. Pra si mundet policia para kamerave, më kupton, ta bëj atë skenë. Që do thot po tregon një sforcim, një krizë, një rrezik të brendshëm emocional të urdhrave flas, që tregon që tashmë kanë filluar të kenë frikë. Pra pas ka rëndësi protesta për të prodhuar frikë. Dhe Rama ishte i qetë sepse kishte vënë tikun si roje parkimi, që nga muaj dhjetor, që të zhbënte çdo lloj proteste. Tani çështja qëndron, tani situata qëndron, që Rama ka përballë një spak që nuk i ndahet. E para. E dyta, sado kjo opozitë e kapur, dhe që shërben si banda e familjes Berisha për të ruajtur familjen Berisha, jo si grup deputetësh, jo për të marrë pushtet, po thjesht një. Në këtë situatë që ne kemi, Shqipërisë mungon një tharm, që është një forcë politike konservatore, e cila është tamam konservatore. Dhe që ju do të mbani, ju do të mblidheni kur? 28 shkurt. Dhe unë ftoj këdo. Ne do të bëjmë një parti, ne do bëjmë një ombrell, një organizatë ombrell politike, që ka shumë grupe brenda, që të futemi me vull partije në zgjedhje, që e kemi tashmë atë vull, për fat mirë, që nga viti 2025 janari, dhe me këtë ne kemi mundësi të prodhojmë një herë një alternativë për Shqipërinë. Pse? Hapi parë nuk është shkosh në zgjedhje. Nuk kemi kohë avokat. Jo, ta mbyll. Hapi parë, jo i bëthire gjithë. Hapi parë është që ne të tregojmë që jemi gjendje të kemi një projekt për Shqipërinë. Prandaj duhet bërë. Pse? Se do ri Rama ndryshe, çdo kuptim. Po kur bota shef Ramën, shef dhe opozitën, prandaj mban Ramën. Na duhet të prodhojmë një alternativë serioze që i ngjan konservatorizmit amerikan dhe evropian, që i ngjan nevojave, sepse për ta mbyllur do thoja, futu në internet, qoftë se s'keni informacion, kërkoni, do shikoni. Amerika ka në Europë partner forcat konservatore, jo këta llojin që kemi ne këtu në Shqipëri. Qartë. Goxha, ju falenderoj. E kemi ezauruar minutat, na mbeti kjo Smart City për diskutuar, po për Shqipërinë, jo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju falenderoj. Faleminderit edhe ju, zonja dhe zotërin që na ndoqët.